Për herë të 17, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të konstituohet, ndonse zgjedhjet parlamentare janë mbajtur më 9 shkurt. Nga kryesuesi Avni Dehari u kërkua që të zhvillohen konsultime me përfaqësuesit e partive politike. Të pranishëm në seancë ishin 99 deputet nga 120 gjithsej, por megjithatë procesi vijoi i njëjtë si herët e kaluara. Dehari edhe këtë herë bëri thirrje që partitë politike të emërojnë nga një përfaqësues për të ndihmuar në organizimin e votimit të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, por PDK, LDK, AAK dhe Lista Serbe e refuzuan këtë kërkesë. Për këtë seancë u ndërprej nga Dehari dhe u caktua të vazhdojë më 19 maj në ora 10:30. Pas përfundimit të mbledhjes Memli Krasniqi nga PDK dhe deputeti i LDK-s Hykmete Bajrami deklaruan se LVV kishte propozuar që seancat e ardhshme të mos mbahen çdo 48 orë, siç parashikon rregulloria e Kuvendit, por të zhvillohen një herë në javë. Sipas Mimoza Kusari Lilës nga LVV, ky propozim u bë pasi ritmi aktual i mbajtjes së seancave nuk po sjell ndonjë rezultat. 48 orëshi, i cili tashmë brenda këtij muaji në vazhdimsi po përsëritet, po shihet se nuk po jep ose nuk e ka atë rezultat, përderisa partitë deri tashme të opozitës nuk e kanë asnjë reflektim në raport me përgjegjësinë e tyre për zhbllokimin e punës së Kuvendit. Edhe këtu sot dëgjuam deklarata në të cilën e para u akuzuam edhe një herë për shkelje, përkundrejt se ai ishte një propozim me dakordim i cili nuk u mbështet dhe nuk u realizua. Rrjedhimisht nuk ka asgjë që mund të quhet ose të deklarohet si shkelje, përveç se një përpjekje për të kthy paksa në një orar tjetër këto takime, dhe e dyta që asnjë nga 3 partitë, të paktën ato që deklarohen, nuk e ka një qëndrim të njëjtë mbi mbarvajtjen e procesit në seancën konstituive. Votimi i mandateve dhe betimi i deputetëve me 19 prill ishte lëvizja e fundit në Kuvend, dhe që nga ajo datë deputetët nuk kanë arritur të zgjedhin kryeparlamentarin, duke mbetur në të njëjtën pikë bllokimi. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani të njëjtën organizoi një takim me liderët e partive, pas së cilës deklaroi se nuk u arrit ndonjë marrëveshje për konstituimin e Kuvendit, por theksoi se vërejhej një vullnet minimal për kompromis. Kujtojmë se LVV kishte propozuar fillimisht Albulena Haxhiun për postin e kryeparlamentares, por ajo nuk arriti të sigurojë 61 votat e nevojshme në asnjërin nga 6 votimet. Tutje më 1 maj Avni Dehari propozoi që procesi të kalojë në votim të fshehtë. Ky propozim është sfiduar në gjykatën kushtetuese nga partitë opozitare, të cilat argumentojnë se një veprim i tillë bie ndesh me kushtetutën, duke kërkuar që gjykata të marrë masë të përkohshme për të pezulluar mbajtjen e seancave deri në marrjen e një vendimi. Sipas kushtetutës dhe praktikës parlamentare, partia fituese e zgjedhjeve ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryeparlamentar. LVV ka bërë të qartë se nuk do të tërheqë kandidaturën e Haxhiut, duke insistuar se ajo është e vetmja zgjedhje. Konstituimi i Kuvendit kërkon zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetarëve. Vetëm pas kësaj faze mund të formohet qeveria e re, e cila gjithashtu kërkon mbështetjen e të paktën 61 deputetëve.